Le të bëjmë së bashku këtë modelin e flokut. Si fillim do e ndajmë flokun në gjys. Pjesën të lartë do ta kap me kapse dhe pjesën poshtë do ta kap me elastik që të mos më ngatrohen flokët me njëri tjetrin. Do ta lëshoj këtë pjesën e flokut që kapa. Dhe këtu para do të nxjerr 2 fije floku. Pjesën e flokut do ta kap kështu, do mundojmë ta shtroj pak flokun, po jo ta bëj të drejtë. Dhe do ta shtroj pak. Dhe do ta kap me elastik kështu. Tani si që kam kështu këto flokët, do i rregulloj disi. Dhe do t'i kap me një elastik tjetër. Tani lëshojmë flokun këtu poshtë. Këto fije të mundova t'i rregulloj atë disi kështu, flokët e tjerë do t'i lë përpara. Dhe në shëktova luket, mua më prishin gjithmonë se i kap flokët gjithmonë me duar. Do t'i bëj pak me këtë sprayin. Dhe do t'i mbledh pak kështu. Sa të thahen pak dhe do hapen pak më shumë. Dhe kështu do të duket floku. Unë bëj shumë shpesh modele të tilla kur i kam flokët kaçurel, sepse nuk i mbaj dot flokët të shuar dhe më bien shumë në sy. Dhe për të pasur një shikim sa më të qartë, mundohem që t'i kap gjithmonë flokët, plus jam dhe shumë rehat. Kështu që nëse doni modele të tjera për flokët kaçurela apo për flokë të drejta, mjafton të më lini në koment me foto modelin që ju doni dhe unë do ta provoj që ta realizoj. Shumë faleminderit që ndoqët këtë video, mos harroni të bëni like dhe follow.